Allahu Akbar. Loca ka pas xhami qysh prej viteve 1973-1978. Kena realizu brenda një viti, domethënë, është projekt shumë i suksesshëm. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman. Edhe pak qaste në ndojnë nga hapja zyrtare e kësaj xhamisë së fshatit Bllaz të komunës së Suarekës, e cila po hapet tashmë në prag të muajit të bekuar, muajit Ramazan. Xhamia vjetër ka qenë shumë e dëmtuar, e demoluar, ka pas nevojë për ndërtim të xhamisë së re sepse nuk ka planuar rinovim xhamia vjetër, dhe bashkërisht me bashkëtarët dhe me shoqatën Amaneti, Fondacionin Amaneti me Blerim Arifin kemi arritur të sigurojmë një fondacion për shtetit Kuvajtit, të cilët na kanë mundsuar të fillojmë ndërtimin e xhamisë së re. Dhe sot jemi pranë hapjes së xhamisë së re, e cila është bashkërisht me bashkëtarët, të cilët na kanë përkrahur çdo moment dhe çdo aktivitet. Infrastruktura e xhamisë është ndërtimi, rregullimi i oborrit, ndërtimi i objekteve përcjellëse të xhamisë, siç është abdeshane, banjot dhe morgu ose kapella, siç i themi ne. Kvadraturë 260 metra katror, e cila mund të pranojë deri në 500 besimtar për faljen e namazit. Arsyeja pse jemi ngutur ta hapim xhaminë këtë ditë është sepse jemi në prag të muajit të bekuar të Ramazanit, edhe ka qenë entuziazmi i besimtarëve dhe bashkëshortarëve që të mos jemi në muajin e Ramazanit pa xhami, që muaji i Ramazanit na xhami me xhami hapur, pasi që ishte vetëm e kompletuar xhamia. Edhe për këtë arsye kemi hapur edhe xhaminë këtë ditë që të jemi të gati për muajin e bekuar të Ramazanit. Unë jam arkitekti i kësaj xhamie që përrurum sot për arkitekturë, është një vepër unike, është një konstruksion interesant, e gjitha është edhe muret prej betonit të armum, ka një bazë deri të këndshme, me një kupull domethënë pa shtylla, kena realizu brenda një viti domethënë, është projekt shumë i suksesshëm dhe është e veçantë dhe karakteristike. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar banor të fshatit Bllaz, mysafir, hoxhallar, përfaqësues të Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Zotit qofshin mbi ju. Në emër të Këshillit të Bashkisë Islame të Suarekës, ju uroj mirëseardhje të gjithëve në këtë program të hapjes së xhamisë së re të fshatit Bllaz. Nuk ka fjalë më të mira se sa fjalët e Zotit në Kur'an. Me to nisim çdo punë të hajrit, çdo punë të mirë, andaj dhe këtë ceremoni do e fillojmë me leximin e disa ajeteve nga Kur'ani. Ftojmë hoxhën Efendiun Driton Salihu që të na këndoj disa ajete nga Kur'ani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين
Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakal kevser fesalli li rabbike venhar inne şani'eke huvel ebtar. Sadaqallahul azim. Falenderojmë hoxhën e nderuar Dritan Salihu për këndimin e këtyre ajeteve nga Kur'ani. Tani kemi edhe disa mysafir nga Prizreni, vëllezërit Allah i bek, cilët i ftojmë të na këndojnë disa ilahi dhe të na freskojnë zemrat me zërin e tyre të bukur. Zoti shpëlet. I bukur qytetim me tradit fetare, shet xhamia në çdo skaj ngritur si sorkade, t'knaqet zemra kur dëgjon ezanin minare, muezinat kur këndojnë në qarshin e madhe. Tekbiri e hon, Allahu Ekber, treshtuan në saf të gjithë për një her, gjeshur krah për krah, sa shumë ka shyret, bukur si namazi nuk ka ibadet. Tekbiri e hon, Allahu Ekber, treshtuan në saf të gjithë për një her, gjeshur krah për krah, sa shumë ka shyret, bukur si namazi nuk ka ibadet. I madhjeti Zoti ynë, veç ty të bëjmë madhrim, veç për ty qëndrojmë qiyam, Rahmanur Rahim, për ty ruku sejdë bajmë, Aliul Azim, tek ti shpresën gjithën bajmë, Khairul Ghafirin. Tekbiri e hon, Allahu Ekber, treshtuan në saf të gjithë për një her, gjeshur krah për krah, sa shumë ka shyret, bukur si namazi nuk ka ibadet. Tekbiri e hon, Allahu Ekber, treshtuan në saf të gjithë për një her, gjeshur krah për krah, sa shumë ka shyret, bukur si namazi nuk ka ibadet. Bukur si namazi nuk ka ibadet. Lumet na kush po na vjen, dhe shumë të mira po na bjen, kush imanin po na shton, Ramazan o fation. Kush imanin po na shton, Ramazan o fation. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë malin ka marr, në akşam me vaj iftar. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë malin ka marr, në akşam me vaj iftar. Lumaj që ta din ty vlerën, për gjennet e ka qelderën, veprat mira kur sa t'mun, shumë fish Zotin a i pagun.
veprat mira kur sa t'mun, shumë fi Zoti na i pagun. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjet mallim ka marr, në akşam me ba iftar. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjet mallim ka marr, në akşam me ba iftar. Çdo dit me gzim po kalon, ti mezve te afron, si kur Zoti ta ban, që çdo herë tjetë Ramazan. Si kur Zoti ta ban, që çdo herë tjetë Ramazan. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjet mallim ka marr, në akşam me ba iftar. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjet mallim ka marr, në akşam me ba iftar. I devo që më don t'jesh, bëti dhikër sa ma shpesh, me deri me sa ma mirë, me i përcjell ket misafir. Me deri me sa ma mirë, me i përcjell ket misafir. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjet mallim ka marr, në akşam me ba iftar. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjet mallim ka marr, në akşam me ba iftar. Falenderojmë vëllezërit Allah i bek. Këtyre Zoti ka falë një Zot bukur, e këta për këtë e falenderojnë Zotin duke këndu fejse atë dheut, Zoti shpërbleft, që na prunet disa emocionet bukura. Tani dua ta ftoj për një fjalë përshëndetse kryetarin e Këshillit të Bashkisë Islame të Suarekës, Efendi Haki Hoxhën, le të ndroj. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Zotit, mëshirues të përgjithshëm me shpirtplotit. Falënderimet dhe lavdrimet janë për Allahun xhaleshanehu, Zoti i botrave, që na mundsoi të bashkohemi në këtë vend për një qëllim shumë fisnik. Me rastin e perurimit të një shtëpie të Zotit, për me tepër në prag të dy festave, muajit të madhërisëm të Ramazanit dhe për vjetorit të pavarësisë së Kosovës. I nderuari krye imam i Bashkisë Islame, i Republikës së Bashkisë Islame të Kosovës, i nderuari drejtor i fondacionit Amaneti, përfaqësues nga zotni Blerim Arifi, i nderuari Safet Hoxha, gjyqtar në gjykatën kushtetuese. I nderuari kryetar i OVL-s UÇK-s Dega në Suarek, zotni Sedi Elezi, i nderuari kryetar i shoqatës së bizneseve, zotni Refki Zogaj, i nderuari kryetar i fshatit Blac, zotni Maksud Pirku, i nderuari kryetar i Bashkisë Islame të Rahovecit, zotni Shani Sylka, dhe i nderuari kryetar i Këshillit të Bashkisë Islame në Malishev, zotni Saad Pasharizi. Të nderuar
bashkëpunëtor të Këshillit të Bashkisë Islame, koleg e hoxhallar. Të nderuar të pranishëm, ju uroj mirëseardhje në hapjen solemne të xhamisë së fshatit Blac, duke ju përshëndetur me selamin, me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Esselamu alejkum, paqja dhe mëshira Allahut xhelle shanehu qoftë mbi ne dhe mbi familjet tona. Më lejoni që në emër të Bashkisë Islame të Suarekës të ju drejtohem me falenderimet më të sinqerta për kontributin e dhënë në ndërtimin dhe funksionalizimin e kësaj xhamie, sa të bukur dhe madhështore, dhe për vullosjen e identitetit fetar të këtij fshati, të kësaj rrethine dhe më gjërë. Falenderojmë Kryesinë e Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës për bashkëpunim dhe përkrahje. Falenderojmë shoqatën Rahmel Alemie për ndihmën financiare në ndërtimin e kësaj xhamie. Falenderojmë Fondacionin Amaneti me përfaqësues Zotëri Blerim Arifi për bashkëpunim me Këshillin e Bashkisë Islame në Suharik. Falenderojmë donatorët e këtij fshati, të cilët ndihmuan në formë financiare dhe në forma tjera për ndërtimin e kësaj xhamie ku veç qëndrojmë para saj. Falenderojmë hoxhën e nderuar Naser Efendi Hoxha për punën e tij të palodhur. Falenderojmë Pro Arkitektur për dizajnin e xhamisë të fshatit Blac. Falenderojmë kompaninë ndërtuese i Seferi, që nuk kursen asgjë që ky projekt të përfundon duke mos i munguar asgjë. Sa i përket ndërtimit të xhamive, kemi fjalën e Allahut xhelle shanehu, ku Allahu na thot për xhamit e Allahut: kujdesen veç se ata që besojnë në Allahun dhe në ditën e gjykimit, e përkryen namazin, e japin zakatin dhe nuk i friksohen askujt tjetër përveç Allahut. Po ashtu, edhe Muhamedi alayhi salam na mëson, na jep mesazh për vlerat e ndërtimit të xhamive dhe thot: kush ndërton një xhami për hir të Allahut, atij do t'ja ndërtojë një shtëpi Allahu në xhenet. Këto premtime hyjnore janë nder dhe përgjegjësi për të gjithë ne. Duhet të theksojmë se xhamit janë vatër drite, shkollë morali dhe qendër edukimit shpirtëror. Këtu do të mësohet fjala e Allahut, do të rriten breza që e duan fen, atë dheun dhe familjen. Do të forcohen lidhjet, do të kultivohet vlera e respekti, solidariteti dhe përgjegjësia. Xhamia gjithmonë ka qenë vend ku merret këshilla, ku jepen udhëzime, po ashtu është vend ku ruhet identiteti ynë fetar dhe kombëtar. Andaj, kjo xhami që po hapim sot është një amanet për brezat që vinë, një investim për të ardhmen tonë shpirtërore dhe morale. E kam të pamundur të kaloj pa përmendur kontributin e hoxhallarëve të parë të kësaj treve, e në veçanti të fshatit Blac, të cilët në rrethana të vështira kanë dhënë gjithçka për lartësimin e fjalës së Allahut xhelle shanehu. Një vlerësim i veçantë për hoxhën e nderuar, imamin e këtij fshati Naser Efendi Hoxha, i cili nuk është ndalur që nga fillimi i këtij projekti e deri në këto momente që jemi këtu pranë jush. E lutim Zotin e Madhërueshëm që të shpërblej për mundin që ka dhënë në ndërtimin e kësaj xhamie. Dhe për fund, e lutim Zotin e Madhërueshëm që kjo xhami të jetë e mbushur me xhamat dhe me zëra që përmendin emrin e Allahut xhelle shanehu. Po ashtu, e lutim Zotin e Madhërueshëm që në këtë vend të dëgjohet ezani, të lexohet Kurani,
të mbahen ligjërata të dobishme, ashtu si kurse që kanë shërbyer xhamit tona në vlera shpirtërore dhe ruajtjen e identitetit ton kombëtar. O Allah, bëje këtë vend paqeje, mëshirë dhe bekim dhe bashkim, largon nga ajo përçarjet dhe armiqësit. O Zot, prano këtë vepër prej neve, shpërblej me shpërblimin më të mirë dhe shkruaje këtë ditë gëzimi në librat e veprave tona. Mirë u pafshim në projekte tjera. Assalamu alaikum. Në një hadith i dërguari Allahut Muhamedi alayhi salatu wasalam, paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi të, na thot: "Men la yashkurin nasa la yashkurillah." Kush nuk i falenderon njerëzit, nuk e ka falendëruar as Allahun. Andaj ky projekt dhe kjo xhami është ndërtuar bashkarisht, ashtu siç i përmend dhe i falenderoi kryetari. Andaj inshallah lu Zotin që gjithmonë të jemi bashk, se kur jemi bashk jemi më të fortë dhe ndërtojmë jo vetëm të tashmen, por ndërtojmë dhe të ardhmen më të mirë për të gjithë. Edhe një herë faleminderit kryetar për këto fjalë dhe këto mesazhe. Ftoj tani imamin e fshatit Blac, Efendi Naser Hoxhën, të na drejtohet me një fjalim. Bismillahirrahmanirrahim. Në emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dhe të respektuar të pranishëm, ju përshëndes me përshëndetjen më të bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi ju dhe mbi familjet tuaja. I nderuar i krye imam i Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës, Vedat Efendi Sahiti, i nderuar i kryetari i Këshillit Bashkisë Islame në Soharek, Haki Efendi Hoxha, i nderuar i drejtori i Fondacionit Amaneti, Derem Efendi Arifi, i nderuar i nënkryetari i Gjykatës Kushtetuese, bashkëtari i ynë i respektuar Safet Hoxha, të nderuar komandant të policisë në Gjakov, bashkëtari i ynë i respektuar Zotrim Glazim Lumi, dhe përfaqësuese e stacionit policisë në Soarek, Mindita Rexhepaj, i nderuar i kryetari i fshatit ton, Zotrim Maksut Pirku, të nderuar përfaqësues të veteranëve të luftës dhe posaçërisht Murtez Zakolli, të nderuar përfaqësues të këshillave të Bashkisë Islame në komuna të ndryshme të Kosovës, të nderuar kolegë hoxhallar, të dashur bashkëfshatar dhe mysafir të nderuar. Sot nuk po e hapim thjesht një ndërtesë, sot po e hapim një shtëpi të Allahut. Sot po e hapim një amanet për brezat që do të vinë. Kjo xhami do të jetë vend namazi, vend dije, vend edukimi, vend pajtimi ku do të falen të gjeneratat të ardhshme dhe gjeneratat e tashme. Këtu do të mësojnë fëmijët tonë, këtu do të gjojnë zemrat tona kur kërkojnë falje. Kjo xhami nuk u ngrit brenda natës, u ngrit me planifikim, me koordinim institucional, me përkushtim komunitar, me sakrificë reale. Shpreh falënderim të thellët për Bashkinë Islame të Republikës së Kosovës në udhëheqjen e muftiut tonë Naim Efendi Tërnava për përkrajen dhe miratimin institucional. Këshillin e Bashkisë Islame në Soharek për bashkëpunimin korrekt dhe për përkushtimin gjatë gjithë procesit. Falënderim i veçantë për donatorët kryesorë Rahme Global Society në Kuvajt, si dhe për strukturat financuese përkatëse. Ky është solidariteti islami ndërkombëtar në veprim. Allahu i shpërblef për besimin ndaj këtij komuniteti. Mirënjohje të veçantë për Fondacionin Amaneti dhe drejtorin e tij Zotri Blerim Arifi, i cili ndërmjetësoi në sigurimin e këtij donacioni. Roli i tij ishte kyç, ky projekt nuk do të kishte marrë formë pa këtë ndërmjetësim. Një mirënjohje profesionale për Pro Arkitektur, për projektin dinitoz dhe estetik, dhe për kompaninë punëkryerëse Iseferi për realizimin korrekt dhe profesional. Ata e kthyen vizionin në realitet. Por shtylla e kësaj xhamie jeni ju bashkëfshatarët e mi, ju dhat nga pasuria juaj, nga koha juaj, nga zemra juaj. Ka pasur familje që kanë sakrifikuar, ka pasur burra që punuan pa u lodhur, ka pasur mërgjimtarë që nuk e harruan vendlindjen. Kjo xhami është nderi juaj kolektiv. Blaca sot është shembull i brezave që do të vinë. Duhet të jemi të sinqertë se punimet ende nuk kanë përfunduar plotësisht. Ka detaje infrastrukturore dhe teknike që kërkojnë mbështetjen të mëtejshme. Arsyeja pse e hapëm sot është sepse jemi në prag të muajit të bekuar të Ramazanit.
Nuk deshëm që muaji i bekuar Ramazanit të na gjejë me xhamin mbyllur, por deshëm që muaji i bekuar Ramazanit të na gjejë me xhamin të hapur. Prandaj sot krahas falënderimeve bëjmë edhe thirrje dinjitoze që këto punime le të përmbyllim së bashku. Andaj, para se t'u auroj muajin e bekuar të Ramazanit, u auroj ditën e pavarësisë të Kosovës 17 shkurtin, e gëzofshëm për gjithmonë dhe qofshim të bashkuar. Urime edhe muajin e bekuar të Ramazanit. Sot filluam një histori, le ta vazhdojmë me unitet, dhe në fund e lutim Allahun që këtë xhami ta bekoj, Allahu ta ruaj bllocën tonë të dashur, Allahu e bëft këtë vend dritë për brezat që do të vinë. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falenderojmë Hoxhën Nasar për këto fjalë dhe për angazhimin e tij të vazhdueshëm deri në realizimin e këtij projekti. Në mesin tonë kemi dhe drejtorin e Fondacionit Amaneti, Zotëri Blerim Arifi, të cilin e ftoj për një fjalë përshëndetëse. Bismillahirrahmanirrahim. I nderuar kryemam i Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës, Zotëri Vedat Sahiti, i nderuar kryetari i Bashkisë Islame në Suarek, Zotëri Hake Hoxha, i nderuar imam Zotëri Nasar Hoxha. Të nderuar imam, përfaqësues institucionesh, të dashur banorë të fshatit Bllac. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sot është një ditë e veçantë, një ditë gëzimi dhe falënderimi dhe krenarie për këtë vend dhe për të gjithë ne. Sot nuk po hapet vetëm një objekt ndërtimor, sot po hapet një shtëpi e Zotit, një vend ku do të falet namazi, do të mësohet Kurani, do të forcohet besimi dhe do të rritet të presat. Në emër të Fondacionit Amaneti dhe në emër të organizatës Rahme El Alemie nga Kuvajti, kam nderin dhe përqësin të ndaj disa fjalë mirënjohje dhe mesazhin e këtë ceremoni të rëndësishme. Kjo xhami është shembull i bukur i bashkëpunimit mes popullit të Kosovës dhe popullit të Kuvajtit. Në kuadër të këtij projekti, organizata ka dhënë një kontribut të rëndësishëm financiar, ndërsa besimtarët dhe banorët e kësaj ane kanë dhënë një kontribut të madh, të sinqert dhe të vazhdueshëm, duke bërë të mundur përfundimin e këtij projekti të bekuar. Kjo dëshmon qartë që kur zemra bashkohen për hir të Allahut, edhe veprat bëhen të mëdha. Organizata Rahme El Alemie nga Kuvajti, ndonse sot fizikisht nuk ka mundur të jetë e pranishme, ju përcjell përshëndetjet më të përzemta dhe selamet dhe bekimet e tyre. Ata konsiderojnë këtë xhami si një amanet të shenjtë dhe një sadaka rrjedhëse. Për aq kohë sa këtu përmendet emri i Allahut xhaleshanuhu. Të dashur vëllezër, xhamia nuk është vetëm mur dhe minare. Ajo është zemra e komunitetit. Ajo është vend bashkimi, pajtimi, detyrie e edukimi, veçanërisht për fëmijët dhe të rinjët tanë. Përgjegjësia jonë nuk përfundon me ndërtimin e saj, ajo fillon tani me ruajtjen dhe mbushjen e saj me jetë dhe ibadet. Një falënderim i veçantë shkon për xhamatën e Bllacës, për përkushtimin, durimin dhe kontributin e tyre të vazhdueshëm, si dhe për institucionet e Bashkisë Islame që kanë mbështetur këtë projekt nga fillimi deri në përfundim. Lut Allahun që këtë xhami ta bëjë burim drite, udhëzimi, mëshire për këtë fshat dhe më gjerë. Allah e pranoj nga të gjithë kontribuesit, nga donatorët, nga punëtorët, nga projektuesit dhe nga të gjithë ata që kanë dhënë sa do pak për këtë vepër. Në fund, lutem që këtë xhami të jetë gjithmonë e mbushur me namaz, me dije dhe paqe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falenderojmë drejtorin e Fondacionit Amaneti për këtë fjalë, ashtu edhe se e kanë emrin Amaneti, këtë amanet e kanë kryer siç duhet, bashkërisht dhe me Bashkinë Islame të Republikës Kosovës, me Këshillin e Bashkisë Islame në Suarek, me fshatarët e fshatit Bllac dhe me dashamirë tjerë që edhe nga jashtë Bllacës kanë ndihmuar që ky projekt të realizohet. Zoti ju shpërblet edhe një herë për ndihmën, bashkëpunimin, mirëkuptimin e vazhdueshëm deri në realizimin e këtij projekti. Dhe tani në fund kam nderin dhe kënaqësinë e veçantë të ftoj kryeïmamin e Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës, Zotëri Vedat Efendi Sahitin, për të mbajtur fjalimin përmbyllës të kësaj ceremonie. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nderuari kryetari i Këshillit Bashkisë Islame në Suarek, Haki Efendi Hoxha, nderuari antari i gjykatës kushtetuese Safet Hoxha, nderuar kryetari i Këshillit Bashkisë Islame në Rahovec, Shan Efendi Sylka,
kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame në Malishev, Saad Efendi Pasharizi, të nderuar hoxhallar efendiler, korrekt, respektuar, përfaqësues të institucioneve të vendit, ju të dashur xhamat, kam derën dhe kënaqësinë dhe privilegjin e madh që sot në këtë ditë bekuar, në vigjilje të muajit të madh të Ramazanit, jenë mesin tuaj për të përuruar një vepër kaq madhore, hapjen e xhamisë së re të Bllacës. Kam pas fatin e madh që në vunjën e gurthemelit të kësaj xhamie të jem bashkë me ju, të jem bashkë me bashkëqytetarët, fshatarët e fshatit Bllac, po tani edhe këtë fat, edhe këtë privilegj po e përjetoj edhe sot bashkë me ju në këtë ditë të madhe gëzimi. Në këtë ditë të madhe kur po hapim edhe këtë xhami të bekuar për cilën Allahu xhaleshanu na urdhëron të ndërtojmë. Siç thot Zoti xhaleshanu në surën An-Nur, fi buyutin edhin Allahu an turfa. Këto janë shtëpitë të Zotit, për të cilat Zoti xhaleshanu ka urdhëruar që të ndërtohen e të ngriten themelet e saj, nga që mbi themelet e saj janë ndërtuar mbi devotshmërinë, mbi sinqeritetin e mbi të gjitha mbi besimin e palëkundër të besimtarëve musliman. Nuk ka garanci më të madhe, vërtetësi më të madhe të besimit ton, të dashur besimtar, se sa fjala e madhe të Zot, Kurani fisnik, i cili dëshmon për besimin e gjithë atyre që kontribojnë në ndërtimin e shtëpive të Zotit. Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir. S'ka dyshim se shtëpitë e Zotit, xhami ndërtojnë ata që kanë bindje të thellë dhe besim të palëkundur në Zotin xhaleshanuhu dhe në ditën e gjykimit, në ditën kur do të presin edhe shpërblimet për gjitha veprat që i kemi bërë në këtë botë. Vëllezër të dashur besimtar, jemi në vigjilje të muajit të madh të Ramazanit, muajit të Kur'anit, muaji i cili gjithmonë na afron me njëri tjetrin, e mbi të gjitha na afron edhe me Allahun. E nuk do të gjenë kohë më të mirë se sa të përënonim këtë xhami, se sa në vigjiljet muajit Ramazan, e mbi të gjitha, edhe kur jemi në festën e pavarësisë së vendit ton, kjo bën edhe më të veçantë, edhe më specifike këtë përurim. Ju uroj muajin e madh të Ramazanit, sikur se ju uroj edhe ditën e pavarësisë, duke lutur Zotin xhaleshanuhu për shpirtin e gjithë dëshmorëve, shahidëve, që kanë vdekur, janë sakrifikuar e kanë flijuar veten e tyre, që ne sot të jemi të lirë, të jetojmë të lirë, të gëzojmë të liri, të gëzojmë shtetin ton, vendin ton, e po ashtu edhe të gëzojmë edhe lirinë e besimit ton, duke ndërtuar kështu edhe xhami ku me përgjithësi e devotshmëri madhërojmë të madhin Zot xhaleshanuhu. Dash Zoti xhaleshanuhu që gjithmonë të takohemi në takime të tilla të mira, të mbara, të bashkuar, të unifikuar, të forcuar me njëri tjetrin, nga që vetëm ashtu jemi më afër Allahut, vetëm ashtu jemi më të dashur te Zoti, edhe vetëm ashtu dëshmojmë se jemi i tharë të denjë të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, i cili gjithmonë thriste dhe apelonte për bashkim, për unitet, për bashkëpunim dhe koordinim sa më të mirë. Me këtë rast dua të falenderoj organizatën ndërkombëtare të Rahmes El Alemie dhe përfaqësuesen e shoqatës Fondacionet Emaneti, që kanë bërë një punë të shkëlqyer në bashkëpunim me Bashkinë Islame, në veçantë me Këshillin, por ne jemi të përkushtuar që edhe në të ardhmen do të bashkëpunojmë edhe për projekte tjera, nga se dim që bashkë me ta kemi realizuar edhe projekte të rëndësishme që janë në shërbim të komunitetit, të qytetarëve dhe besimtarëve tanë. Ju falemnderit nga që mirënjohjen e kemi për borxh dhe mirënjohja është virtyt i besimtarëve, nga që kështu na mësoi Rasulullahi dhe kështu na urdhëroi që të jemi mirënjohës ndaj gjithë atyre që kontribojnë për të mirën e përgjithshme. Ai që nuk falenderon njerëzit, nuk ka falendëruar Allahun xhaleshanuhu. Prandaj edhe ne e ndjejmë për obligim, edhe për borxh, që të falenderojmë të gjithëve, gjithë atyre që kanë kontribuar në ndërtimin e kësaj xhamie, që është vendi më i dashur te Allahu, nga që Resulullah thotë ahabbul biladi ila Allahi masajiduha. S'ka dyshim se vendet më të dashura te Zoti fuqiplot janë vendet ku për madhrinë e tij, për hirësinë e tij, ne bim në sejdë dhe bëjmë ibadet. E këto janë xhamit. Prandaj edhe një herë ju falenderoj të gjithëve për kontributin që keni dhënë, po edhe për kontributin që do ta jepni në përfundimin e gjitha këtyre punimeve që janë realizuar.
Dua të falenderoj në veçanti edhe imamin Naser Efendiun që ka dhënë një kontribut të madh, ka koordinuar punët bashkë me fondacionin, me këshillin, me kryesinë, po edhe me institucionet e vendit që kanë ndihmuar në lehtësimin e procedurave administrative për të realizuar këtë projekt kaq madhor dhe kaq të rëndësishëm për Vllacën, për Suarekën, për Kosovën e për gjithë besimtarët. Dash Zoti që ezani Muhamedi asnjëherë të mos ndaret nga kjo minare, edhe gjithmonë të jemi në shërbim të fesë, të atdheut dhe të mirës së përgjithshme. Edhe një herë për hajrin e shoh gjithëve kjo xhami, për har muaj i Ramazanit dhe urime festa e pavarësisë për jetë e mot. Ju faleminderit. Faleminderit kryeimam për këto fjalë dhe për këto mesazhe. Sot nuk është ditë e rastësishme, është ditë e veçantë, është ditë gëzimi. Dhe gjithashtu afër kemi dhe ditën e pavarësisë, nesër kemi ditën e pavarësisë së shtetit të Kosovës, por jemi shumë afër dhe muajit të mëdhërishëm të Ramazanit. Thonë dietarët islam, ata të cilët nuk marrin pjesë në ndërtimin e vatanit të tyre, vendit të tyre, nuk meritojnë të jetojnë në strehën e atij vatani dhe atij vendi. Andaj gjithë duhet të kontribojmë në ndërtimin jo vetëm projekteve të mëdha, xhamive dhe projekteve tjera, por bashkërisht duhet të ndihmojmë njëri tjetrin që ndërtojmë një të ardhme më të mirë për vendin tonë. Andaj këtë ditë, para se ta përfundojmë dhe ta bëjmë hapjen e xhamisë, nuk i harrojmë gjithë ata që kanë sakrifikuar që ne sot ta gëzojmë këtë liri dhe ta gëzojmë edhe këtë xhami të bukur. Andaj i lus mysafirët tanë, vëllezërit Allah i bek, që të na këndojnë dhe diçka që t'i përkujtojmë edhe gjithë ata që kanë sakrifikuar dhe kanë dhënë më të shtrenjtën të tyre që ne sot ta gëzojmë këtë liri dhe të gëzojmë këto të mira, këto begati. Ti ndëgjojmë vëllezërit Allah i bek dhe pastaj në fund bashkërisht do ta bëjmë hapjen e xhamisë. Mora fjale, mora vargun, mora qarkun, me i thurë kang bashkë legendarit, ti këndoj Adem Jasharit, ti këndoj. Tasa vjet se shepre kazin dhe rëqakun, tasa vjet se shedrenicën, tasa vjet dhe Mitrovicën, tasa vjet. Qo po thojnë zoqt e malit dhe bilbilat, qo adem, po thojnë lullet të ndofilat, qo adem, po thojnë kongët dhe thojnë trimat, qo adem. Allah